të konsiderueshëm qytetarësh të cilët që nga koha le themi e prishjes së banesave të tyre nga tërmeti ende nuk kanë një banesë të re. Jo vetëm që nuk kanë, por nuk kanë as perspektivën për ta pasur atë, se nuk kanë ku të aplikojnë për këtë banesë. Tash është minimumi janë 400 familje. 400 familje. Minimumi. Pra, pastaj nëse llogarisim sa persona ka për Bashkinë e Tiranës, vetëm për Bashkinë e Tiranës. Ose ka dhe raste të tjera shumë të rënda, për cilin nuk kërkova për shembull një informacion në Bashkinë e Tiranës, për një 91 vjeçar, zotin Ali Myrtolli, i cili është dhe i verbër, i cili ishte fillimisht në listën e përfituesve, edhe duke përfituar nga ajo kategoria e personave që kanë përparësi për shkak të disa specifikave dhe krejt papritur i hiqet emri nga lista dhe nuk figuronte askund. Dhe pas kërkesës që unë bëra për t'u sqaruar për rastin e tim, tha që po do të rifutet në listë dhe do të marrë një banesë në rastin më të parë, por askush nuk shpjegoi pse ai njeri u hoq nga lista. Dhe absurdi më i madh është që Bashkia e Tiranës po ndjek një politikë të shnjërzore, kriminale, që janë një numër i konsiderueshëm personash që janë të moshuar. Dhe këtyre personave u hiqet emri nga lista për të pritur që këta të vdesin dhe askush mos pretendojë më këtë pronë, sepse askush nuk do të mund ta trashëgojë më të pronë. Këto 400 familje si janë sajuar? Ta jetojnë në mëshirë të fatit. Ne për shembull patëm një zonë që e patëm në Dëgjes, një pjesë marrin me qira dhe përpiqen me gjitha mundësitë që ta përballojnë dhe qiranë, se qirat në Tiranë janë rritur shumë dhe këto janë familje që janë vërtet në nevojë. Një zonë tjetër jetonte në pallatin që është për të shembur, në kushte të tmerrshme, por jo vetëm që pallati është i amortizuar totalisht, por është edhe vatër e personave që drogohen, kështu që jeta e saj dhe e fëmijëve të saj rrezikohet çdo ditë. Dhe ajo ka bërë kaq herë ankesa në Bashkinë e Tiranës dhe askush nuk i jep drejtim se çfarë duhet të bëjë. Për këto 400 familje, çfarë mund të bëhet tani zonja Zhulali me këtë buxhet? Tani ne nuk na u dha rasti që ta diskutojmë më tej këtë gjë, të paktën deri në janar do duhet të presim edhe një herë ping-pongun mes Bashkisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës, por ne si këshilltar të Partisë Demokratike propozuam që meqense vetë Bashkia e Tiranës ka mundësi dhe ka fondet për të ardhur në ndihmë këtyre familjeve, të cilat realisht kanë pësuar dëme, ne mund të marrim një vendim se e kemi tagrin ligjor që këta persona të mund të aplikojnë dhe që të kenë edhe banesë, po derisa të kenë banesën, të paktën të marrin një bonus të përvitshëm. E qartë. Pra, janë probleme reale, po këto ne mundëm të diskutojmë për këto dhe t'i kuptojmë vetëm pasi realizuam këto dëgjesa dhe nga dëgjesa dhe ballafaqimi doli që problemi qëndronte tek Bashkia e Tiranës dhe jo tek qytetarët. Mirë, kalojmë një pikë tjetër sepse dua të prekim disa prej tyre. Kolegu juaj, këshilltari Jonathan Pano ka denoncuar një diferencë prej rreth 4 miliard lekësh mes tabelave të buxhetit dhe relacionit shoqërues. Ka patur sqarime zyrtare dhe kemi të bëjmë me një gabim teknik? Apo, le themi, është një problem serioz transparencë financiare? Nuk ka asnjë sqarim, thash, ne ju drejtuam me pyetje zonjës Sistani dhe ajo refuzoi t'i përgjigjej atyre. Do të vazhdojmë të ta kërkojmë këtë transparencë, nuk ajo çfarë mund ta ludojë gjithmonë në Bashkinë Tiranë është vjedhja dhe grabitja. Jo më lart se para 2 javësh një tjetër drejtor dhe disa specialistë Bashkisë Tiranë përsëri u arrestuan. 4 miliard lekësh. Këtu bëhet keq llogaritje, gabime nga më të ndryshme, po fenomeni më i shpesh në Bashkinë Tiranë është grabitja e parave. Kështu që ne kemi të gjithë të drejtën të dyshojmë mbi këto të dhëna që jepen, por do kërkoni një auditim, një hetim të pavarur lidhur me këtë shumë? Ne kemi kërkuar disa herë auditime për fshirje dhe ngritjen e një komisioni financiar që është detyrim ligjor në fakt në Bashkinë e Tiranës dhe kemi kërkuar që të gjitha shpenzimet operative që nuk lidhen me çështje etike për Bashkinë e Tiranës të pezullohen derisa të ngrihet ky komision dhe të fillojë puna për një hetim të hollësishëm, sidomos për ato programe që marrin pjesën më të majme të buxhetit të Bashkisë Tiranë dhe të taksapaguesve të Tiranës, por që nuk përkthehen me sa duket në shërbime. Në qartë. Vazhdon të refuzohet kjo kërkesë jona, po ne nuk do të rrhiqemi derisa ta realizojmë. Pastaj do duhet se është bërë gati si
si një refren i përdiqëm në Shqipëri, që për çdo gjë që ti nuk merr përgjigje duhet shkosh te organet e drejtësisë, se nuk ka më zgjidhje tjetër. Askush nuk mban më as përgjegjësi për atë që ndodh dhe as jep llogari për atë që ndodh. Dakor, mirë, zonja Zhulali, çfarë do të vlerësonit, le të themi, nga ky buxhet që realisht mbulon problemet dhe hallet që kanë qytetarët e Tiranës, që jepet një zgjidhje të paktën? Shiko, Bruna, unë kam... Mes shumë atyre që ju ngritët, që realisht qëndrojnë. Unë kam ngritur në radhë parë 2-3 shqetësime që mendoj që janë themelore. Po të shikojmë strukturën e buxhetit, se tash është një buxhet shumë i madh. Çfarë na tregon? Pjesa më e madhe të ardhurave, 37% e të ardhurave nga ky buxhet, janë të varura nga pastrimi i parave të krimit që vjen nga trafiku i drogës. Dhe kjo është e tmerrshme. Është e papranueshme për kryeqytetin e Shqipërisë që të varet nga pastrimi i parave. Është jo vetëm një njoll për qytetarët dhe qytetin tonë të dashur, se këtu jetojmë të gjithë, por është edhe një formulë e tmerrshme sepse krijon një paqëndrueshmëri shumë të madhe për buxhetin. Duke qenë se ti pjesën më të madhe të të ardhurave e bazon tek taksa mbi ndërtimet e reja, këto ndërtime nuk mund të vazhdojnë pafundësisht, se ky është territori. Densija e banimeve dhe ndërtesave në Tiranë ka shkuar në nivele stratosferike dhe vazhdon të planifikohet me po këto ritme, dhe kjo është shumë shqetësuese. Sepse ndërkohë që ti nuk do të kesh më hapësira për të ndërtuar për brezat e ardhshëm,